Fëmijët i keni këtu apo jashtë? Këtu i ka fëmijët. 3 këtu. Çfarë bëjnë me çfarë merren? Keni programum, në policinë rrugore, tjetër arkitekt. To janë punëtorët tona të famshme. Tani agronin e njihni ju besoj. Atë moza se më dhe llafin që do ta takosh. Agronin. Kush është moza? Ti je moza. Është përgjegjësia. Ta ke bërë mirë. Suksese inshallah. Faleminderit. Rinia më mirë juve, neve. Rinia përpara. Ta mbështesim rinin apo jo? S'ka gjë, nuk thua është i thjesht, nuk është ashtu si mendon ti. Si kaloni Mirë, mirë, ju të sjellni urej mirë. shumë sukses dhe Faleminderit. bësh gjëra të bukura. Frida është e Fierit, Frida është kandidatja jonë për deputet. Fjerak. Mavriqe. Tina bet, inshallah. Kam dalë një 5-6 punëtore këtu, pension mu. Vetëm me ato vite që punuan këtu, se do kishin marrë 80.000 lekë. Vetëm në 4 vjet, 3 vjet që punuan, u vati 156. Po për fshatarin për shembull, ajo e vogël është po. Më mirë se asgjë. Pa siguruar nuk kemi lënë asnjë punëtor. Programus në polici dhe arkitekte. Është shumë domethënëse se çfarë bëjnë prindrit për fëmijët. Ne punojmë akoma. Kur jepet mundësia, shkoni çfarë bëjnë, kur jep lirin, mrekullira. Siç e keni dëgjuar, një nga propozimet tona është të adoptojmë euron, të zvendësojmë lekun me euron. Përveç faktit që një pjesë e mirë e ekonomisë dhe sot që flasim është në euro, dhe kështu që ndryshimi nuk është shumë i madh, por përfitimet janë të jashtëzakonshme. Jemi këtu në një biznes ku pjesën e madhe të ardhurave i ka nga shitjet me jashtë. Zotria ka humbur të paktën 20% të vlerës së xhiros vjetore. Ka bërë të njëjtën punë dhe në vend që të argëtonte 100, ka argëtuar 80. Pse? Sepse ka ardhur një lume para të pista, ka ndërsuar euron edhe kanë vënë vështirësi zotrin. Nëse ne adoptojmë euron dhe kostot dhe të ardhurit kanë në euro dhe kështu, për këtë nuk duhet të shqetësohet më. Po duhet të shqetësohet thjesht të rrisi prodhimin dhe të rrisi cilësinë. Miropafshim.